Përballja mes Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova ka nisur zyrtarisht në rrjetet sociale ende pa filluar transmetimi, teksa të dy produksionet kanë publikuar videot e tyre promovuese. Big Brother VIP Kosova konfirmoi i pari nisjen e sezonit të 4, i cili fillon mbrëmjen e 17 nëntorit. Ndërkohë Big Brother VIP Albania ishte në qendër të aludimeve se mund të mos kishte një sezon të ri këtë vit. Zëra të lidhura edhe me ndarjen e përfolur me Sara Hoxhës dhe Ledion Liços. Por të gjitha këto aludime morën fund kur të dyja faqet publikuan videot zyrtare. Big Brother VIP Kosova konfirmoi dyshën e prezantuesve Alaudin Hamiti dhe Jonida Vokshi me një video të publikuar rreth një javë më parë, e cila deri më tani ka grumbulluar mbi 856.000 shikime. Nga ana tjetër, Big Brother VIP Albania konfirmoi nisjen në dhjetor dhe prezantuesin Ledion Liço. Videoja promovuese Big Brother VIP Albania, megjithse e publikuar më vonë, ka kaluar me njëherë shifrën e 1 milion shikimeve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.